ata përveç jetës profesionale, janë edhe qind gjithashtu në jetën bashkëshortore. Mirë se erdhët, Erhan Mujka dhe Anisa Sohodolli Mujka. Faleminderit, kënaqësi që kem këtu. Apo e nisi me profesionin fillimisht, apo po e nisi me dashnin? Cila ka nisi para? Profesioni, mandej dashnia, mandej hala profesioni. Ta profesionit normalisht tani veçosht vazhdu. Gjithsesi, sipas gjitha gjasave që keni taku përmes profesionit. Po, gjithsesi. Po, jemi taku në shkollë të muzikës, na dy të bashkëpunojmë në kemi qysh me thonë punë primare në shkollë të muzikës Mitrovic. Edhe aty jemi taku, edhe pse jemi në gjofë ma herët kështu në për qytet. Po, aty o konë ai takimi kryesor, me thonë. Edhe mandej ka vazhdu storia. Erhani për kallëzon pak but këtë storia. But edhe shumë shkurt. I ra kështu. Ka qenë. Kjo është storia me preferume me kallëzu. Do me thonë, Mitrovica një me është qyteti vogël edhe njerës njëfën, te ke fundit veç si ftyre din dikon që është Mitrovicë. Të dhone e kom njohë të Erhanin gjithë qashtu si një ftyre Mitrovicës, po me qenë shumë e sinqertë, shumë ka shkon Erha gjithë. Se Erhani e ka një farë qëndrime dhe unë e totalisht jo me kunder ta e qëfar personi është Erhani. Dhe gjithë këmë thonë, o zot që kënjeri, o zot që kënjeri, okej. Edhe unë kom fillu me punu shumë e re edhe Erhani, po do me thonë 19 vjeqe kam hi me punu në shkollë të mesmet muzikës. I kom pas veç 4 vjetë ma shumë se në Nxans. Se ata që kanë qenë po. Bile, kër ka prezentu drejtoresha të Nxans, të një kom një të thonë kuku edhe një Nxans i ri po vjen, a unë i zhomërës të resha e pianos. Edhe unë e të majtë të mësim edhe një ditë, personi i parë do me thonë, kër kam hi më punë që për takoj, Erhan thash, që të du na më takua. Ku ma qobe? Po, bashkë, po, mandina të dalëm pauza me kolegë, që apo di për kafe, kështu, e majnë menë shumë mirë vetën, Erhani ka qef me kalzu shumë Barsoleta, edhe, sa pa ta thomet me vetë, thash, wow, sa mirë po kesh, ka më rëgë. Edhe mandina ato pauzat me shumë kolegë, ka njësë mu zvoglu, dhe risa kina mrive që na dë, edhe, the rest is history. Histori e bukur. Po. Pa dyshim që... Gjithsesi, ti po tregon detaje, ndërsa... Erhani nuk është njëri detajeve. Me dhash temën kryesore, Anisa improvizoj. Veç me e qelë, muhabetin. Jo, seriosisht, në shpesh e ngutë Erhani, në shpesh Erhani është tip që full pak. Jo, po e dita realisht që kjo është storia preferu me Anisës, unë e veç e bona... Rrugën. Erhani është tip që full pak, punon shumë, unë shumë fulli, munura me punu edhe shumë, po kom qafë, e kom pasion. Edhe shpesh i thamë, nëse unë nuk fullin këtë shpi, na kina me hup apëzine të gjimit se kërkush nuk full, nuk ngojmë. Po, që kjo në është edhe na manë bashkë, se plotsojmë një një tjetërin. Plusi dhe minusi? Gjithë. Të hiqën. Gjithmonë. Erhan, dha shumë detaje, po një detaj të vogël, se si ta ka vjetë zamrën. E që ta dhe unë du me di? Po. Kjo është një sekret që s'me të tregu. Nuk donë me e tregu publikisht? Nuk e tregu. Sepse Anisa se s'duket s'po e di ka. Do me thonë pas ta me dek të më se di. E dene, Anisa po. Jo, një pjesë shumë e bukur e jona është që na, do me thonë kështu zyrtarisht, e kemi shpërvej dashuri një tjetërit në Venedik. Kështu që lidhët, kështu shumë bukur. Përveç gjithë historisë mbrapa, pas ka qenë edhe një moment... Shumë i bukur. Historik. Po mirë, se aty më pas tani ka fillu taman kjo historia bukur që u përmend pak më herët. Dhe përgjithsi pse keni zgjedhur profesionet që keni tani? Sepse falë këtyre profesioneve dhe jeni sot ku jeni. Jeni qift, jeni bashkëpunëtor edhe në punë edhe në gjitha këto. Unë e majnë men si fëmi, kom pas gjithë do lodra gitare, 4-5 vjetë, s'po di so, kom ujtë mi pas. Gjithashtu ko një market pak ma largë prej shpis, që kanë qenë edhe 1-2 marketa tjerë ndërko, po në më shku të aji treti se... Qa pas ka pas aji treti diska? Aji treti o konë i ka ro gitarës. Aji shqitës i ka ro gitarës, e ka pas një kështu mëra pa një pjesë, ku i ka ro gitarës, edhe në atë kohë nga i këshëm Gypsy Kings, edhe mu dëkshën interesant. Ka tërheq, po. Mu dëk edhe interesant që shaj për bjen gitarës. Ma ndë ndërko, jom regjistru në shkollë të muzikës me provu edhe ka vazhdu historia. Po në momentin që jom regjistru në shkollë të muzikës, mos që kom do kur gitarës. Nuk ke pa për diçka tjetër, nuk ka pas vend mo për... Absolutisht, edhe vazhdojnë hala që dashuria njëjtë për gitarën, për muzikën, vazhdojnë hala. Po e majnë men që ajo konë
me shumë gjas ajo shkëndia e parë e dashurisë për gitarë. Po për Anisën? Unë e kam një historie shumë të thjeshtë. Do me thonë një më regjistru në shkollë muzikës se shoqet janë regjistru, edhe si çdo fëmijë parën klasë, edhe ju kom thonë prindve, krejt shoqet po shkojnë në shkollë muzikës, veç unë jo, edhe ishim shumë vonë, do me thonë shtatori veç kish fillu, regjistrimet ishin kry, po edhe mamin unë e kom pas është, do me thonë, nuk e ka përfundu një shkollim shumë të madh për muzikë, po shkollën fillore e ka të kryme, dhe në shumë e talentume, edhe kish aty profesorishat e vetat kalume, hajde tha se shkojmë, ja bojmë diqysh, do me thonë, në gjysë shtatorit. Edhe për një men pranun shumë letë, edhe përfundum që krejt shoqet e mija e lanë, veç unë e vazhdova. Pse e nu hata këtë... Sepse zakonisht kështu shkon. Po një më regjistru për shkak të shoqeve, edhe po mandina se di, une nuk e majnë me normalisht, se i kom pas një vjet, po dhurata e parë, kur i kom bo në një vjet, ma kam pru një synthesizer. Pas ka qenë një, po. Më ka përcel, që ajo non-stop, edhe normal, ma dhe i kam vazhdu shkollën e muzikës, në të mesmën, në fakultetin, në kështu me ratë. Dhe mirë, e normalisht... Shumë storje e thjeshtë është. Po, paska, nuk është që s'paska edhe aty. Mëlmesi. Po, gjithsesi, sepse gjitha këto copza e bëjnë një histori, një rrëfim. Në gjithë këtë mes, në gjithë këtë dashni edhe për muzikën, është gjetur edhe dashuria juve që normalisht është kurorzu edhe jeni bërë edhe prind, apo jo? Po. Ashtu. Kemi 2 fëmijë, Junën edhe Janin. Juna i ka 11 vjet, Jani 8. Edhe janë shumë fëmijë të mirë, edhe shumë fëmijë të mençëm, edhe natyrisht si krejt prind. Edhe jo që janë tonë. Jo që janë tonë, po... Natyrisht jemi shumë me fat që i kemi që ata 2 fëmijë edhe që kemi një familje shumë të shnoshë. Po. Që është shumë e rëndësi për kohë. Ne jemi të ndamë, qika është mas Erhanit, unë e thamë o ligë është për papën tanë. Edhe me karakter është si Erhani, folë ma pak është ma e qitë, milion të ditën e lumërin edhe unë vetë. A djali është... Si në nalë, nuk në alë të folë, sa që unë e i thëmë ka një Erhani në alë, Erhani thëtë, e pesha që është kur folë shumë. Do me thënë e pas këtë problem në shpirë gjatë gjithë kohës. Për ndryshë edhe fëmijë të mirën me... Po, këtu do është ta me dojnë, ka bërë sa do pak nga talenti ju? Po, Juna ka shku në shkurt në shkollë muzikës, me gjithë se ka qenë talentume, i ka arë një moment që s'ka dash me vazhdu. Nuk e gjithi vitën të piano. E tash mas një kohë ka fillu prap në përshpit për i bjen pianës, po mirët me valzim. Kryesorja edhe për dënë shumë edhe ka përparu shumë valzim tradicional. E ndërsa Jani prej fillimit ka dasht gitarën, edhe kemi fillu me punu ma në fund, edhe shumë shpejt për asë 6-7 muaj që kemi punu, ka marrë pjesë në 2 gara, edhe në të 2-at kanë zonë venet para. Sa bukur. Tash të shohim në garën e ardhshme, apo shkon që ka po bënd, të shohim, po fillimet i ka të mira të këshyri. Adin, të regoni pak se si është me bashkëpunu edhe në profesion, të e marrë parasysh që gjatë gjithë kohës, janë i bashkë në shpe, në mbledhi familjare, në këtë rutinën ditore, e duheni me pas njëri tjetrin edhe në profesion. Jo gjitha qiftet janë të hapur për ta pas këtë gjë. Kjo është... Ka shumë qiftet që nuk e pranojnë një gjatë tillë, ju duhet hapësirë, ju duhet një profesion ndryshe, apo diçka e tillë. Por ka shumë qifte ama që bashkëpunojnë në mënyrë të sinkronizume perfekte për mos thënë. U kesh tyra. Unë shpesh e marrë një koment për njerëzve të cilët qofshin ata çift apo jo, po që nuk janë të profesionit njëjtë, dhe më thonë, o garantën shpinë e juj është krejt muzike, ju kënaqeni të më po muzikë, o vetë me vete, veç po që farta. Veç muzikë nuk ka. Puna është se nëse flasim për punën tonë në shkollë të muzikës, me nxënës, në të ditën jemi të spjegu nota, të taktu, të marrë me instrumentin edhe kur këthesh në shpje me dispret veç pak me pas qëtësi, edhe pse shpja jo në do këtë si një dyqan me instrumente muzikore. Po muj me marrë me men? Ka, shumë, veç gitare sa ka balë. Po këtë kitë pasunia pas ka shku që aty? Seriosisht, një pjesë e madhe është të instrumentet. Fati jonë, ose nështë na nuk dija me thonë fati, apo jemi qësi tipa që dojmë me arrit diçka ma mirë, gjithdo ditë,
ka momente kur përlohën bëhëm kësh veç pëse një melodia du të me tinglu qështu, a du të me tinglu qështu, ose për shembull rreth organizimeve, qysh mi abo detaje, por seriozisht nëse s'ka pak disbalans, nëse më mi thonë për me mritja, jo ma e mira, unë e zbesoj që ka sukses, do më thonë, duhet dy ideja mu shoshit mirë, edhe në fond gjithmonë në mrim... E dalë ma e mirë. Te jam, ja. Gjithmonë ka të rrëma. Realisht gjithmonë, që shta Anisa e tentojmë matë mirën, Gjithë. edhe që aty vjen qaj fërkimi se a është ma mirë kështu, a ma mirë kështu, dy të kemi shpesh ndodhë që i kemi idejnë në njëtë, po ka rast edhe kur ndodhë që i kemi idejnë totalisht kundër, edhe duhet me diskutue me shëshit për me dalë ma e mira, jo për neve, po për, në këtë rast, për festivalin, që me arrit matë mirën, edhe po besoj që mës të shkon kështu edhe nuk ishim arrit me pru festivalin ku e kemi pru. Se po besoj që kemi arrit një nivel jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht nalt, dhe konkurent me rajonin. Nuk është kjo veç edhe të, pamenaj, veç të organizimet në përgjithësi edhe të çështjet e prindërimit, për shembull është një prej temave kryesore të jetës, edhe shembull ka ndodhur një problem në shkollë me shikën ose me djalin çka do të qoftë, sa do i vogël ai madh, nuk reagoj njëherë pa ul vetë, me folë këtyre që shmja me bo matë mirën, që fëmijët me kuptu që kjo nuk ka mirë, se që ajo ideja e prindërimit, sidomos për shembull te une nuk është normalisht që edhe te Erhani, hajde veç mi mbrojt fëmijët, se nuk është krejt që aty, se këta fëmijë nesër kanë mu rrit, kanë me dalë prej shtëpisë dhe kanë mu ballafaqu me jetën. Kanë me pas këtë mbrojtjen që mund ta kenë. Edhe ata duhet më konë gati. Unë e kom raste kur i thëm qikës, nështë ta nervozona për diçka, i thëm, po hajde këtheje përgjigjen, mbroje vetën, se duhet më atësu edhe për që ata. Po, kena përlamjet në dhaja, po edhe e mërdhim. Gjithsesi, pas gjdo stuhi e lind djeli. Po, stuhi e lind djeli, a? Edhe kjo. Kështu zhvillohemi, unë e besoj që kështu zhvillohemi. Arritet ma e mira, vetëm me këto, edhe këto përlamje nëse janë, gjithsesi konstruktive, si që tha. Po ndalemi të diskutojmë tash për festivalin, idenë mbrapa festivalit, deri ku ka arrit, kush përbëhet, qka përbëhet, edhe gjitha këto. Gjitha detajet është koha me i shpalos. Okej. Festivali këtë vit është i 7 me radhë. Ka fillu si një shkollë verore realisht, por e kemi pa nevojën me shëndru në një festival koncertus, sepse viti parë nuk ka qenë koncertus, prej vitit 2 të tutje e kemi shëndru në koncertus, edhe prej vitit 2 të tutje kemi vazhdu me rritë. Sot i kemi 15 artista në festival. Realisht, jemi të folë veç për festivalin e parë, se jenë 2 festivale, edhe për shkak të kohës, jemi dosh pak mi afru kështu me kohë, njënin e kemi 13-16 nëntor, festivalin tjetër e kemi 18-20 vjetor. Do më thonë, jenë bagi afër njënin me tjetërin, po për shkak të arsyeve që s'kanë qenë në dorën tonë, jemi dash me i regullu kështu. Po, kësa herë po flasim për Mitrovica Guitar Days edhe International Guitar Competition. Pak emër i gjatë, po këtë vit e kemi shtu edhe garën ndërkombëtare të gitarës, pasi që e kemi pas një dhurat, një gitare jashtëzakonisht të vlefshme, edhe nga ona artistike, po edhe nga ona financiare. Hajde, qelu. Kemi pas... Shqiptarve kjo mas shumë të interesant. Çmimet, a? Çfarë vlere ka kjo, me qenë se po përmendë? Vlera është me €1000. Do me thonë, gitare me €1000 kushton. S'moj me tregu sak, moj me tregu që është Altamira gitar punë dore prej Kinës. Për ata që në të interesu, mundën me hi edhe me pa Capriccio model, kështu që mundën... Edhe e shohin sakt qmimin. Krejt detajet, edhe e shohin sakt qmimin sa kushton. Kemi pas dhurat, për shkak të se kanë ndëgju për festivalin, për mes disa kontakteve që i kemi, edhe na kanë dërgu përveç gitarës edhe disa dhurata tjera, të cilat të gjitha kanë me u shprënda në garën e gitarës, të cilën e kemi fut për herë të parë në kuadrë të Mitrovica Guitar Days. Pjesa e pare garës
ka qenë no age limit, se gara në festivalin e gitarës ndahet përmes moshës. Fal. Edhe pjesa e parë ka qenë no age limit, do me thonë pa limit të moshës. Kemi pas konkurent, me thonë, prej gjithë Evropës edhe botës, edhe prej Kinës kemi pas konkurent. Kështu që i kemi eliminu deri në 6 finalista, edhe 6 finalista kanë me ardhë në Mitrovic me 15 nëntor mbahet finalja. Edhe fituesi e merr qatë gitare plus shpërblime tjera. E po shumë mirë, pra pas këtë pas shumë aplikime në këtë rast për i bërë. Ka pas mjafta. Sa ka ardhur deri te kjo gjashtë. Ata e kanë dërgu me anë ka qenë Erhani po e qunë hibrid. Se kjo pjesa e parë ka qenë online, e kanë dërgu videon, normal si pas regulorës, që kanë qenë përcaktuar me mënyra se po. Edhe mande Juria profesionale i kanë dëgju, edhe ka ra numrin në 6, sepse është ka qenë marrëveshja. Edhe 6 finalista që shtash kanë me anë Mitrovic. Këta 6 nga cilat shtete vinë? 3 vinë prej Kosovës. Që është lajmi ma i mirë? Ajte, shumë mirë. Një vjen prej Mitrovicës, studion tash në Austri. Nuk jam e sikur. 2 tjerë janë të Kosovës, do me thonë 3 në përgjithësi janë të Kosovës. Një është e Austrisë, një është i Polonisë, edhe një është i Rumanisë. Do me thonë kjo është përbërja e me kalu hapin. Finalistë. Kalu, po. Edhe ndërsa pjesa tjetër, kategori tjera të moshave, garojnë me 13 edhe me 14 nëntor. Kjo është pjesa e garave. Që nëse dikush përnashe, aplikimet veç janë të hapëne për kategorit ma të vogla edhe mundën me apliku. E kemi faqen, do me thonë shve faqja, www.kosovars.com, mundën me nga gjithë Facebook, në Instagram, edhe janë linqet aty, është shumë e letë me arrit të rrite kontakti. Ka kriteret të veçanta që duhet me i plotësu një konkurues në këtë rast, një dikush që ka dëshirë? Duhet me ditë mira gitarës. Shumë mirë. Shumica e aplikantëve besoj që veç i din këto kriteret, do më thonë janë kriteret caktume në bazë të moshës. Kriteri kryesor, me thonë, është luajtje 2 veprave të ndryshme. Në bazë të moshës është edhe minutajat të cilën duhet me performu. Edhe ajo është krejt e spjegume në regulore në webfaqe. Kështu që ka kohë mjavë, deri me 9 nëntor është afati aplikimit. Pastaj festivali fillan me 13, edhe ka kohë edhe mu përgadit halat deri me 13 nëntor. Kjo është kjo pjesa e garave. Ndërsa pjesa, me thonë, kryesore janë koncertet edhe artistët të cilët vinë në Mitrovica Guitar Days, e që prapë jemi të e mbajt nivelin të cilën jemi të e mbajt që në viti 4 me radhë, duke sjell gitarista, top gitarista botëror. Kur pa e thëmë top gitarista, nuk pa e thëmë kështu pak për me i fëry gjanat, por realisht janë gitaristat, disa prej gitaristave më të mirë në botë. Si me thonë Ronaldo edhe Messi në futbollit. Për muzikën klasike. Për gitarë, po. Dhe nëse ndalim edhe i diskutojmë pak këto vitet që kanë shku, e përmenda që kjo është edicioni i 7, qka ka pas, po themi ndoshta diçka më të veçantë që do doni ta ndani, diçka nga vitet e kaluara, dhe veçantinë e këtij viti veç e thatë pak më herët që përveç garave edhe kitarës e cila pas ka me udhëru, pas ka edhe tjera shpërblime. Po, unë besoj që çdo vit e ka veçantinë e vetë, po kryesori është që se cilën vit muzikant e gitaristat e niveleve botërore që performojnë bukvalisht në të gjithë botën, krijojnë miqësi shumë të mirë me ne edhe ana tjetër. Zgjedhin dhe pranojnë për të ardhur pikërisht patjetër, megjithëse po shumë shpesh po është mjaft sfiduese kjo punë. Ka ndodhur para 2 vjete kur kemi bisedu me një gitarist në Shkurt, për në tetor kemi bisedu për me ardhë, ka pyet a je ty fol për këtë vit apo për vitin tjetër. Do me thonë, edhe që se sfida kena pas, po i kemi spjegu që na funksionojmë qështu për çdo vit, fatkeqësisht alas kemi mrinë qase nivele për disa vjet për para me
siguru gitaristat, në fakt s'pa të mëri që atër, se që tash po. Tash jemi mirë, Edhe për vitin diskutojme tjetër, me këto. edhe për vitin tjetër 2 koncerteve që kemi kështu të fiksume, veç që artista më fali kemi të fiksume, edhe do shta më këthi që aty që mitësia që po e kryoj me gitaristat të niveleve botnore, edhe letësia që pastaj po kryojt kur po e thret një gitarist tjetër ose një gitariste tjetër, se shumica jemi mashkull gitarista, letësia që po krijohet, ose njëftësia kur po të thët një gitarist botëror po e di kush je, pe ka një farë vlerë shumë të madhe, edhe pastaj pe ka letësin tjetër që po mund është më qasë edhe me diskutu me ata shumë ma letë, edhe shumë ma letë, po është krejt organizimi për në... Por gjithsesi është edhe një ndjenjë vlerësimi. Gjithsesi. Sepse në fund të ditës ti po e shet që puna jote po vlerësohet, po flitet në mes të komunitetit në këtë rast, edhe po njifët gjitha ajo punë që është duke u bë, ndër vite. Ndër vite, bashkë. Interesant di pak për sfidat e organizimit. Hajde. Para do ditëve, do me thonë kjo është highlight i kretë në 7 viteve, për një me është me organizu, ju besoj e dini, me organizu një event, veç një event një natë, merë shumë kohë, e limu një festival të tërë, një ditë një mëngjes rani, u që keti shka, u që laftë. Ku, tha, po qova me bo festival, thash mërë ty, hajtë që am ke ngrej muma. Me thonë, punë, te për shumë punë, po krejta jo qështja e thirjes, ftesës të artistave është një sfidën veti se cili artist është ma në zonë se tjetri. Edhe veç me arrit në kërkesat specifika, edhe veç me arrit në të njëjtën kohë mi pas gjithë bashkë. Po e t'june, pas gitarishta që këtë vit kina 15, mi arrit mi pas njëjtën kohë, po është te për sfiduse se na e kena paramendu festivali mu mbajtë në qeshor, po e mbajmë në nëntor për shkak të atyre emrave me qenë në të njëjtën kohë këto. Nuk është kjo keq, po është diçka që u dasht me shty, me ndru plane, për çështjen e financave, për shembull, që është shumë që duhet pa tjetër me u diskutu. Pikrisht, e rrondë. Nuk bëhet pa financa. Nuk mund është me arrit. Unë seriozisht shtetit i kërkoj që me punu pak ma shumë për kulturën. Këto vizit e fundit është punu shumë, po kemi shumë nevoja hala me bo ma shumë për kulturën edhe pak me decentralizu, jo gjithë shka me ndodhë në Prishtinë, me qenë krejt Kosova e përfshime, në shdaroni ka dhe diçka me shtu, po kjo është kryesoria qka unë e kisha pas dëshirë, jo gjithë shka me qenë veç me një vend, po me u shpërnda, se kjo është shumë e rëndësishme për krejt shtetin. Në realisht unë besoj që vitet e fundit Mitrovica është bagi aktive, kemi festivalet mira që ndodhin dhe festivalet kështu të dalume. Mos thëmë se ka raste kur një festivali në gjanë një festivali tjetër me pak ndryshime, po janë së paku 3 festivale, ose 4 realisht, që po mbinë që tash në men, s'po përmeni emra se muj me haru dikën, i kem shok, s'kam qef me muj dhe nu dikush, jenë së paku 4 festivalet të dalume në Mitrovic, të dalume, kur po flasë të dalume edhe prej pjesës tjetër të Kosovës, të cilat janë shumë në nivel të mirë artistik edhe qyteti, edhe shteti i zhdosh me i përkra më shumë. Përves sfidave që i përmeni Anisa me artista, me data, me kërkesat të tjera, kam pas me kone edhe 3 artista tjerë, të cilët fatkeqësisht u dashnë më në fund me thonë, okej, ju s'munën e këtë vetë, se më ishim me u koordinu, edhe u dashnë me këqyrë që ta 15 më majtë, 3 me thonë ose vitin tjetër, ose njëherë tjetër. Sfida financiare është konstant këtu, problematike, po. Po, sepse me gjithë se dorën zemër 3-4 vitet e fundit Ministria e Kulturës si mbështetësia kryesore që e kemi, na ka ndihmu mjaft, ose ma mirë me thonë jo mjaft, na ka ndihmu shumë, po jo mjaft. Sepse gjithmonë... Po një festivali kalibri till nuk është edhe se bëhet me pak mjete financiare. Absolutisht. Sidomos ku kemi mbritash, jo.
Absolutisht, jo veç vendosja e krejt këtu në artistave, veç ushqimi, jam të folë këto gjanat bazike e udhëtimi, kushton tepër shumë. Jo, mos të flasë më ndaj në pjesa tjetër organizimi. Kur gjithçka është shtrejtu. E vërtet. Nëse ndalemi me këshyrë. E vërtet. Për që ato financat gjithmonë janë problem, edhe hala nuk e kemi mëri që të them pavarësin financiare, po e mira në tjetërënon është që kur i afrohësh një biznesi, të vynë diçka e vogël, i thush, a mundesh me ma kry që të punë, se jemi met për pak diçka keq, e kryn me dëshirë shumica, tash jo gjithmonë kemi edhe përgjigje negative ose pa interesim, po e mirë është që kur i afrosh të dikush ose ta liron çmimin pak, ose thot, okej, këto e ki prej meje, ose janë bashkëpunues, po. Është një farë kënaqësie që veç din që e ki dikon afër, edhe nuk je veç vetë, edhe është bashkë kënaqësi me ini. Festivalet, gara, gjitha këto bën për njerëz. Edhe duhet pa tjetër me i diskutu edhe ata që vinë me i knaq veshët, syt edhe shpirtin. Pa tjetër. E kemi një publik, unë po besoj... Dhe Mitrovica njifët. Mos të flasim. Mos të thomën. Të lutem. Faleminderit që e the, realisht, se po më vjen keq kur po i një në për... Me gjithë se do në zemë shumë pak për cili media, po kur i një njerës të full, gjithmonë atë anën e keqe të Mitrovicës, se posaçërisht anën që ka qenë para shumë viteve e që ka ndru, realisht, për të mirë, po në disa njerëz mënohen me qitë veç me po veç zi, po më vjen shumë mirë edhe të falemnderoj që e the që Mitrovica e ka venin shumë të veçantë. E ka emrin, e ka kulturën, e ka pas gjatë viteve të kaluar. Edhe do ta ketë. Edhe do ta ketë, prandaj edhe e potencova. Jemi një grup i njerëzve që i kemi shok që i përmena më herët që të gjithë e kemi pas mundësin me bajt festivale edhe projekte në Prishtinë ose në qytete tjera, po asë njës kemi pranu, kemi dash Mitrovicë me sfida shumë, me probleme shumë që Mitrovica Guitar Days, si kur të shkon Prishtina Guitar Days, po besoj edhe budgetin në ashtë 2 fishe këshim pas, edhe shumë ma ndryshe këshim. Po na e kemi vendos Mitrovicë, sepse si kur mës të shimkon na edhe që ato tjerat festivale, që ata tjerë shokë, organizata, nuk e kish pas që atë rjedhë shmërin, ose vazhdo shmërin kultura Mitrovicës. Autenticitetin. Të vetën, ata që i përket, po, pikrisht, po, ata që i përket tamam vendit. Shto që na jemi të e bot matë mirën tonën, matë mirën që po dim, edhe që po munëm, edhe po besoj që edhe po ja dalim, sepse veç kanë fillu njerës edhe prej qyteteve tjera me orë në festivalet tona, edhe me i shiju që ata tinguj të bukur, që ato grupet të cilat edhe në Evropë ka raste kur janë kështu shumë të ralla, eventet të tila e në Mitrovicë vinë. Për shembull, në Mitrovica Guitar Days kanë me qenë 4 koncerte, të jashtëzakonshme, njona ka me qenë double koncert, do me thonë 2 koncerte më rana natës, që realisht për bjenë 5 koncerte në përgjithësi, pa i përmen këtë mini koncertin e garuzve që do të kemi, e krejt këto prap kanë me qenë pa hyrje, pa pages. Janë falas. Janë falas. Gjitha, kështu që ne kemi një publik shumë të mirë, ne kemi një core publik, një pjesë që e dim që ata gjithë qysh janë. Do t'jem prezent. Po të tjere të ndrohen vazhdimisht kush qysh mundet me arë, po ne jem shumë të knaqen edhe me prezencën e tëne edhe me cilësinë e tëne. Edhe kjo është një farë kulturë, edhe me qenë dëgjus është një farë kulturë. Dëgjus e mirë, po. E Mitrovica din me dëgju muzikë shumë mirë. Shumë e vërtet. Gjithsesi cilat kanë qenë ndër vite tani po flasim, për shtypjet, reagimet, fjalët, që keni marrë pas përfundimit të festivalit? Pas përfundimit? Pas përfundimit, gjatë... Realisht, shëqa, shumë njerëz na urojnë gjatë festivaleve. Tash, natyrisht ka njerëz që e thonë këto për shajt respektit, ashtu me thonë urime shumë mirë, po shkon edhe nashta edhe se me ndonë që ashtu. Po ka edhe njerëz që i ngjohim edhe që sinqerisht flasim,
edhe mandej edhe sinqerisht edhe debatojmë këtë punë që kjo ka shku mirë, që kjo nashta i shkon ma mirë, kështu me abo, po më përgjithësi janë komente pozitive. Sepse realisht në qatë javën e festivalit na marrim pushim prej punave të tjera që i bojmë, fëmijët gjindëm e dyqysh me ta. Po, herë të një teze, herë të një daj. Po, edhe do me thonë, i përkushtojmë 100% festivalit, veç musafirve dhe mundohemi me bu më të mirë. Tash normal, na herë mundet me dalë, na i lëshim i vogël, po për qëto vite që i kemi pas, kurs në ka dalë një lëshim, që kam kalu ti për shumë për shtypje, një koment që i kemi pas mas natës, nuk e dhja ka që nata e fundit e festivalit, nuk jam e sigur se, do me thonë, gjatë javën e festivalit, në jam e humbur totalisht. Nuk është se je aty, prezent gjatë gjithë. Po një koment që më ka ardhë, tha, ja, me qëtë koncert, me qëtë festival, me këtë vit, e keni të i kalu vetë vetën. Edhe kjo, veç jam na thash, okej, për qëtoja ka vlet krejt, vazhdojmë vitin tjetër. Ka qenë koncert e fundit. Apo, vitin e kalu me di sigurt, po me të vërtet, qaj koment, halam tinglan në vesh, për që ato javlin. Ka qenë koncerti i 2 prej gitaristave më të mëdhej në botë, e njoni prej tëne ka qenë qaj rasti që ju tregova ma herët që kemi bisedu edhe ka pyet apo flet për kësë vjet apo vitin tjetër. E në qatë vit nuk arritëm me sjellë në Kosovë, për shkak të agendës gjeshur, e sjellëm vitin e ardhshëm që i bjen viti kalum. E aj koncert është një prej koncerteve që edhe në Evropë ndodhë rradhë, sepse janë 2 gitaristat të kalibrit botnor, që kanë solo karierë të jashtëzakonshme, edhe kanë edhe karierë si duet, po si duet janë ma rradhë. Nuk shihet shpesh, nuk shihet shpesh, kështu që unë jam shumë i kënaqur që kemi mri ata 2 me i sjellë të njëjtën kohë në Mitrovica. Ajo është një prej arritjeve më të mëdha të festivalit. Fatkeqësia ka qenë që nuk kemi pas mundësi me ingjezu atë koncert edhe me meti dokumentum, për shkak të politikave të artistave, por ata që kanë qenë në festival, në koncert, ajo konë një... Po, besoj telefona kanë pas. Po, telefona po, veç që... Dikush edhe e ka. Une për vetin nuk ingjezoj kur, edhe për mi respektu politikat e artistave. Ata kërkesat, po. Po, edhe për shkak se kom qef vetë me shiju që aty, edhe nuk mundesh me shiju në telefon me këqyr qatë sa e shijan që aty edhe e kinë memorje. Shumë e vërtet. Kështu që unë e di që ajo koncerti ka zgjot dikun rreth një ore pak, një ore 15 minuta nështa, po gjysore 40 minuta të fundit publiku ka qenë kështu në ajro, ko një farë energjie e jashtëzakonshme. Do më thonë, bol kemi qenë për koncerte mrena jashtë Kosovës në Anisa, po ajo është një prej koncerteve që e keni shiju mas shumë që e kemi shiju, edhe realisht një prej koncerteve më të mira që e kemi dëgju. Jemi krejt të minutat e fundit, ashtë shkoha për me bo një thire për gjitha ta dashamirët muzikës dhe jo vetëm për të qenë pjesë e festivalit, qoftë si dëgjues, apo edhe performues, me qenë se e përmendë pak më herët që është akoma i hapur konkursin këtë rast. Konkursi është i hapur qysh prej para 2-3 dite. Mundën me gjithë në kosovaarts.com, Mitrovica Guitar Days, në Instagram edhe në Facebook. Për jetës sociale. Jetës sociale. Përveç garave kam me qenë edhe masterclassat, të gjithë këta artista 15 të cilët i përmena, kanë me pas nëzans të se studentat e interesum, kanë me pas mundësin me marrë realisht masterclassa me këta profesora, me artistat të cilët. Së të me thonë me apliku gjithësysh për garë, mund është veç për një masterclass. Një risi e bukur e këti viti është që kemi një këngëtare prej Turqisë, po, do me thonë edhe ata që janë të interesuar për me pas masterclassa për këndim vokal, këtë vit e kemi, po. Përveç gitaristave. Përveç gitaristave. është një këngëtare shumë e mirë, e njoftën në Turqi, e mundën me shfrytëzu rastin edhe këta. Gjithashtu mundën me marrë pjesë edhe si dëgjues pasiv në masterclasse, po. Edhe kryesorja prapë në të gjitha koncertet, të cilat do të zhvillohen prej 13 deri me 16 nëntor për çdo natë.
Knaçi. Për gjithë ata që janë dashamirë të muzikës. I mirëpresim të gjithë Kosovën edhe jo vetëm, gjithashtu edhe juve si televizion që në mbështetni gjithë, ju falenderoj edhe ju presim edhe në... Me kënaqësinë më të madhe. Unë ju falenderoj juve për kohën dhe për gjitha këto informacione që ndajtën bashkë, por shpresoj që gjithçka të shkojë ashtu siç është planifikuar, ndoshta edhe shumë më mirë. Faleminderit.